Përshëndetje miq, mirë se erdhët edhe në episodin e radhës të Muhabet Çarshie. Muhabet Çarshie është një produkt i platformës Presje, me shpresë që të përcjellin një mesazh të mirë të gjithë ju. Sot në muhabetin ton është hoxha i nderuar Hasan Efendi Baftjari, i cili është magjistër i sirrës profetike, pra jetë përshkrimit profetik, dhe gjithashtu është duke bërë doktoraturën në tefsir. Hoxhë i nderuar, falënderit që sot ndatë kohë me neve për të qenë pjesë e këtij muhabetin Çarshi, se ku më mirë bëhet muhabeti se sa në Çarshi. Faleminderit shumë edhe juve për ftesën, për mundësinë e dhënë, për ambientin e bukur, për tingujt e Çarshisë, për aromën e kafës, për esnafin, për lëvizjet e mëdha Çarshia, për kaldërmën dhe për çdo gjë. Padyshim se çdo gjë është e bukur, Çarshia ka shpirtin vet dhe na besojmë se do të kalojmë bukur. Patjetër. Hoxha, ashtu si cekët edhe ju jemi në Çarshi, jemi të esnafi dhe me juve do dënim që pak të ndalëm të etika e tregtisë, të etika e tregtarit, e për faktin që ju jeni edhe magjistër edhe tash së fundi keni botuar edhe një libër për jetë përshkrimin e Muhamedit a.s. A mund pak të fillojmë atë se si ishte Muhamedi a.s. në raport me tregtinë dhe si tregtar? Pikë së pare falenderojmë Zotin që na ka bërë musliman. Atë që Zoti e ka udhëzuar nuk ka kush që mundet me humbë, dhe ai i cili ka humbë vetveten nuk ka kush për Zotin që e drejton dhe udhëzon. Përshëndetje dhe për zemër të aja përcjellin fytyrës së ndritshme Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes, shokëve të tij dhe të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij gjerë në ditën e fundit në këtë dynja. I nderuar e vëlla, padyshim se pejgamberi alayhi salatu wassalam para se të ishte profet, ishte tregtar. Mirështe me tregti, punonte për mallin e Hatixhës, punonte me mallin e Hatixhës dhe epitetet më të mëdha në jetën e vet, Sadi Kulemin, i sinqerti dhe fjalë drejti besniku, i arriti po në tregti. Dhe gjithmonë edhe shokët e vet më vonë kur i këshillonte më shumë të ata të cilët ishin tregtarë dhe kishin punë me klientelë, kishin punë me njerëz, për arsye se jo rastisht nëse neve ndalemi dhe shohim se nga ata 10 që Allahu xhaleshani i përgëzoi me xhennet nga kjo botë, shumica e tyre ishin tregtarë. Dhe tregtinë kishin rrugë për të arritur tek kënaqësia e Zotit, jo për të fituar riskun dhe për të fituar pasuri që është patjetër dhe ajo është një mundësi, një lëvërdi e mirë, por ne nuk duhet haruar se risku nuk e ndryshojnë. Të fitimin ditor ne kemi të caktuar për Zotit. Atë sa do fitojmë, por neve mund të përzgjedhim rrugën, a do e fitojmë atë riskun me halal apo me haram, se përsëri aty do të rrim, të ajo të cilën Zoti e ka caktuar për neve. Këtë bindje u afus të pejgamberit sa sahabëve dhe jo rastisht një numër i madh i atyre të cilët u përgëzuan me xhenet nga kjo botë ishin tregtarë si Ebu Bekri, Abdulrahman ibn Auf, Uthman ibn Affan radiallahu anhum dhe shumë tjerë, ata u përgëzuan me xhenet, për arsye se për ata ishte para se gjithash arritja e kënaqësisë së Zotit në këtë rrugë, e pastaj klientela dhe çfarë mund të sillte biznesi. Shumë mirë e cekët hoxha se Muhamedi alayhis salam para se të ishte profet, ai fillimisht ishte tregtar dhe u mirte me tregti, për shkak se ndoshta atë në është ndryshuar një koncept dhe është më një pikpamje e gabuar karshi tregties. Sepse sot po mendojnë se nëse dikush, muslimani nuk duhet të jetë i suksesshëm, muslimani nuk duhet të jetë i pasur, muslimani nuk duhet duket bukur, vishet bukur, ndërsa na e dim edhe Muhamedi ka thënë Allahu është i bukur dhe do të bukurën. Si duhet ta ndërtojmë konceptin të muslimani i cili duhet të jetë edhe i suksesshëm? Defekti më i madh që sipas mendimit tim është se njerëzit e kanë keq kuptuar fenë. Pra Islami ka nevojë të kuptohet në një kuptim preciz dhe të saktë. Dhe padyshim se atë kuptim preciz dhe të saktë ta japin Kurani, tradita profetike, dietarë të cilët kanë komentuar Kur'anin, kanë komentuar traditën profetike, kanë folë për profetin, kanë folë për mësimet islame, kanë folë për jetën e sahabëve më gjallë, pastaj kanë themeluar edhe jurisprudencën islame, fikun, hadithin, usul fikun, dhe kretë kjo tregon se është diçka këtë ndryshe nga ajo që parashifët se mund të ketë një kuptim në mes në shoqërisë, për arsye se muslimani duhet me fitu. Është këtë diçka tjetër pastaj që dëshiron ai me jetu. A dëshiron me jetu modest dhe i thjesht, apo dëshiron të shihet pasuria të cilën e ka tek ai?
a dëshiron të veshet bukur, nga se Allahu xhaleshano është i bukur dhe don të bukur dhe paraqitet bukur, tu s'ka asnjë gjë të keqe. Të veshim një par këpuca të bukura, ose një mantel, ose një xhaketë, ose një këmishë. Të gjitha këta nuk kanë kur gjën kundërshtim me fenë islame. Edhe i dërguar Allahu të vesh të bukur. Bilës xhubët, të dërguar thoya binin nga Jemeni ose nga Shami. Diçka shumë speciale, shumë të përzgjedhur. Ai vishësh të bukur, edhe sahabët të cilët kishin të ardhurat mira, biznesmenët ata visheshin bukur. Por modestin dhe atë të qenurit të robi Zotit dhe mos të qenurit kryelar para njerëzve ata kishin në zemër. Se ata ndershmërinë e kishin në zemër. Dëshira e tyre ishte të lidhen me Zotin në formën më të mirë që ai kishte mësuar dhe i kishte mësuar pejgamberi i Allahut. Pra nuk ishte që neve për të qenë më afër Zotit, neve duhet të jemi më modest, më shumë modest, më të përbuzur me vetveten, ta lëm vetveten pas dore, po kjo nuk është Islam. Muslimani gjithmonë duhet të jetë ai i cili duhet të luftojë për të arritur suksesin dhe asnjëherë mos të jetë i kënaqur me vetveten se ku ka arrit. Por gjithmonë duhet të synoj diçka që është më e mirë, por me këmbën tokë, duke e parë realitetin ku është dhe duke udhëtuar në suazat të realitetit. Pra, të synoj diçka të bukur të madhe, por duke mos harruar atë ku është dhe rrugën për të arritur deri tek ajo. Muslimanët këtë duhet ta bëjnë. Dhe padyshim se këtë e bëjnë. Tani nuk po flasim globalisht, po flasim për diçka që ne shohim. Muslimanët përderisa ata japin zakatin, kujdesen për skamnorët, kujdesen për studentët të cilët s'kan mundësi studimi, por ju ofrohet një ndihmë, një stipendion, ata kujdesen, por atë të cilën ja ka dhënë Zoti neve nuk mund t'ia mohojmë për arsye se Allahu fuqiplot kur ka caktuar riskun për një njeri, ka caktuar suksesin e tij në biznes, për një dokend. Neve nuk mund të përzihemi aty se është dëshira e Zotit. Neve nuk mund t'i përzihemi Zotit, pse ati i ka dhënë dhe mua s'm ka dhënë, sepse mua më ka dhënë dhe atij s'i ka dhënë. Pra është dëshira e Zotit. Por ati suksesi i një biznesmeni, një muslimani të mirë, është kur ai me të mirat të cilat ja ka dhënë Zoti, ai nuk i ndal të gjitha për vete. Por me ata të mira mundohet të bëj mirë tek tjerët që të jetë i mirë edhe para njerëzve, të jetë i mirë para Allahu xhaleshano. Pra, din me sistemu, ata paguajnë zakatin, paguajnë sadakan, paguajnë lëmoshat, ju ndihmojnë njerëzve. Suksesi është në dorën e Allahu xhaleshano. Por përderisa është në dorën e Allahu xhaleshano, do të thonë se ti duhet nëse don Zoti bëhet, nëse don Zoti nuk bën. Jo. Ti duhet ta kërkosh. Për arsye se ti nuk e din nëse Zoti don nëse nuk don. Pra ti gjithmonë duhet të marrësh sebepat, shkaqet, të studiosh dhe të hecesh përpara për të realizuar atë qëllimin. I dërguari i Allahut nuk e shiroi Kutsin. Por kur u pyetën Omer radiallahu anhu nga një prej fëmijëve të sahabëve që mund të ishte tabiin, u pyet për ajetin kuranor, tha nuk mund ta kuptoj. Tha subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina ila akhir al-ayat. Pra këtë ajet kuranor që thot i lartmadhruar qoftë ai i cili e mor robën e tij nga Mekka dhe pastaj e dërgoi në Mesjidul Aqsa. Tha këtë nuk mund ta kuptoj. Këtë ajet, a ka mundësi të bashkërosh si e shëroi Omeri? A tha si ta japë mundësinë Zoti duhet me bë këtë. Jo. Omeri tha ky ajet tha, po na tregon tha shumë qartë. Se nga toka e Mekës deri në Mesjidul Aqsa duhet të shqirohet. Por ai kërkonte suksesin. Nuk mund të thosh, vallai u mundu po si ishim sukses. Jo, ai kërkonte sukses. Një herë, dy herë, tre herë, katër, derisa ajo të bëhet e ytja. Edhe të bëhet e muslimanëve, padyshim. Edhe në biznes duhet të kërkohet suksesi, po si me ndeshmëri, me butësi, me mbajtjen e premtimit, me respektin e klientellës, me mbajtjen e fjalëve të cilat i ka dhënë, me dërgimin e mallit në kohën e caktuar, me cilësinë me të cilën jeni marrëvesh. Pra këtu është suksesi, këtu është bereqeti. Nëse ti fillon me të radhtu, Allahu xhaleshano nuk ta ndal riskun. Ti e ke riskun e njëjtë. Atë të cilën e ke fituar, do e fitosh përsëri. Ta heq bereqetin dhe ta heq atë dritën e shpirtit tan. Ti nuk e ke dritën e shpirtit. Ti nuk mund të flesh rahat për arsye se ke bën padrejtësi. Kur ti bën padrejtësi njeriu i cili ka ardhur me bletën e tij, ti bën padrejtësi. Kur ti e mashtron ata, ka thënë pejgamberi nga shena felese minna, ai i cili mashtron nuk është prej nesh, a nuk është tërheqje vërejtje kjo hadith? Kur thotë nuk është prej nesh, pra nuk është prej muslimanëve. Ai i cili mashtron, kur ti mashtron në peshorën tënde, mashtron në cilësinë e mallit tënd, mashtron
atë i cili ka besu dhe është fut në shitorën tonë për me ble, atë të cilën ti e shet dhe ki ka nevojë për atë. Tregtari i sinqert, i drejt, besnik, jo mashtrues, i ndershëm, është ai i cili cilësinë e mallit vetë e tregon dhe vendon çmimin atë sa e din se ai mall pushton. Dhe nëse ai mall ka një defekt, ai nuk e mban të fshehur, por e informon klientin për defektin të cilin e posedon. Dhe kështu lartësohen njerëzit, dhe kështu arritet kënaqësia e Allahut xhan. Jo rastisht ka thonë pejgamberi i Allahut, tregtarët e drejtë dhe besnik do të jenë me njerëzit e drejtë, me profetët dhe me shahidat ditën e gjykimit. Pse tërë kjo vlerë, pse tërë kjo dhuratë? Për arsye se ti e ke lidh ndeshmërinë me Zotin, jo me tregun. Ti ke lidh gjërat me Zotin, jo me tregun, për arsye se ti dëshiron të arrish kënaqësinë e Zotit. Kjo nuk është imja. Ajo që vjen në rrugë të pahishme nuk është imja. Ajo që vjen me mashtrime nuk është imja. E përderisa nuk është imja, pse duhet të bëhet imja në rrugë të paligjshme? Pse duhet të bëhet imja? Dhe kur njeriu ta ketë lloj ndërgjegje, për arsye se nëse ti mallin tënd dhe klientin tënd e sheh me sy, duhet asnjëherë mos të harrosh se edhe Allahu sheh me sy. Dhe sytë e Allahut janë tek pasuria yte, tek malli yt, tek biznesi të cilin je duke e bërë, te ndërgjegja yte, te sjellja yte. Nëse ti nuk ke kamera sigurie, tani që po të shohin njerëzit që ti je duke mashtruar, a mendon se Allahu xhan nuk shef? Ai njeriu i cili ka këtë lloj ndërgjegje, ai është i suksesshëm, është i bereqetshëm, është i mirë, është i ndershëm dhe padyshim se ai do të ketë mirësi, bereqet dhe sukses në punën e tij. Allah e shpërbleft, Hoxha, shumë elaborim i mirë. Do doja pak ndalen se i cekët ju gjithë këto, do doja pak të meditojmë rreth ajetit, se si duhet ta kuptojmë ajetin njerë për ata që matin mangët. Si duhet jetë shoqërues ky ajet për tregtarët tonë, për shkak se sot është shumë sfidë një tregtar të qëndrojë ndoshta pa vjedh pak në vak, ai që ka pa bën ndonjë mashtrim. Si duhet ta shoqëroj ky ajet tregtarin dhe sa duhet të reflektoj ky ajet në devotshmërinë e tij karshi Zot. Ajeti është shumë i qartë, nuk ka nevojë për koment. Por ajo që do të thoja unë, asgjë nuk është sfidë në këtë dunjë. Thjesht a ke qef, a ke dëshirë me e bë. Për arsye se rruga e shëmtuar është dëshira yte. Tradhtia është dëshira yte. Mosndershmëria është dëshira yte. Askush me zor s'ka shti me e bë. Nga frika se ti do të humbish në fitimet e tua ditore, mujore, vjetore, e bën një rrugë të paligjshme, por e humb kënaqësinë e Zotit, e humb dritën e shpirtit tënd, e humb bereqetin e pasurinë tënde, e humb rahatin në familjen tënde. Tani ti zgjedh. Të ndalim me një çështje shumë interesante nga jeta e pejgamberit alayhis salam. Nuk di nëse e keni lexuar ose jeni ndalë thjesht me vidu tash unë pse vi nga ky prizëm i jetës i shkrimit të pejgamberit sa padyshim se disa stacione në jetën e pejgamberit bëjnë me reflektuar dhe mu ndal muhabit. Pozitivisht padyshim. Kur i dërguari Allahut mrinin në Medinë, po vinte me një shoqëri mekase, muhaxhirët, të cilët nuk dinin me punu tokën. S'dinin. S'kishte tokë që punoheshte bujqësore, Mekke ishte qytet kodrinor, gurror. Pra, i gjithë Mekke mireshte me biznes. Pra ishte qendër tregtar, qendër biznesi. Dhe kur erdhën Medina ato e dinë se ata duhet me pas diçka, me bën një pazar, me bën një diçka, me lëvizje. Këta patate s'din me mbjell, domate s'din me mbjell, s'din me punu, s'din. Ju i dini, po këta nuk i din. E çfarë do bëjmë? I pyeti pejgamberi sa me Medina se. Shumë ishte interesant. A ku e keni tregun? Ta na s'kemi treg. Përgjigje shumë e sinqertë. Tha po ku i bëni pazarë? Tha që futet në Medinë ata kanë një treg, në filan lagjën, filan hapësirën. Tha dhe neve tha kur kemi nevojë shkojmë tek ata. Shumë mirë. Pejgamberi sa më tha do bëjmë tha neve një treg. E ndalë një herë të mendosh se ku e bëri pejgamberi sa më tregun. Ku? Medinë, po ku? Për karshi tregut të qifutve. Bash karshi.
A kishte nevojë pejgamberi sa Islamin me komercializu? Shesim bylmete, shesim gjiz, Islam, halal. Po s'ka gjiz haram. Pra, nuk kishte nevojë të komercializohet feja. Të përfitohet në sozat fes me mashtrimet e tua, nuk kishte. E bëri tregu, nuk shkruan te tregu i muslimanëve, tregu i Medinës. Edhe një, ju treg na treg. Por çfarë ju tha njerëzve të cilët punon aty me tregtarëve? Ta këtu mashtrim s'ka. Këtu hile s'ka. Këtu mashtrim në vak nuk ka. Këtu padrejtësi klientët nuk i bën. Këtu çmimet nuk ndryshohen. Këtu malli me hile nuk shitet. Jeni të drejtë me njerëzit, jeni të butë me klientët, jeni të sjellshëm, jeni besnik, jeni të ndërgjegjshëm dhe fitoni riskun e Allahut me halal. Bëro. Çfarë ndodhi? Pas 2-3 viteve komplet çifutët e mbyllën pazarin e vet dhe kalon këndej. Ata fitonin ndoshta më shumë sa i bënte hile, gënjenin në vak, po shumë mirë. Gënjeti, s'ka problem. Por vdes biznesi. A e dini se kjo qarshi sa biznesmen kanë kalu këtu? Nuk kanë gojë këta kaldërmat me folë. Se këta shumë sende din. Sa njeri ka shkel mbi këta. Sa biznesmeni. Sa njerëz të cilët kanë menduar se filani, edhe nëse e mbyll sot biznesin, edhe 7 gjenerata të tij kanë me hangër e me pi. Po ama me vdekjen e tij pas 10 vjetësh mbyll, komplet familja kanë shku, janë bën për fitra. Pse? Shumë thjesht ka pas hile. Ka pas hile në vag. Se Zoti ta ka tërheq vërejtjen. Nuk ta ka tërheq vërejtjen Hasani, Zoti. Dhe çdo gjë është në dorën e Allahut xhaleshan. Kur ai ta tërheq vërejtjen, ke kujdes, ndalu. Reflekto. Diçka nuk është në rregull. Se ti po pret nga një familje e cila është rritur me haram. Po pret sukses dhe bereqet në dëshmëri dhe vlera në atë familje, po jo si janë rrit me haram. Kur ti në trupin tanë të fut pasuri haram, pret se do të përgjigjesh Zotin e lutjet e tua të sinqerta, të cilat ti mendon se janë shumë të sinqerta dhe lut Zot, po jo se dush mu turpëru se çfarë fut në organizmin tanë. Dhe krejt këta janë etapa të cilat dërgojnë në shkatrim. Kur ti lut Zotin, lutjes përgjigjen, kur i shef që familja jote po shkatrohet, kur i shef që fëmijët e tu kanë lajthit, kur i shef që biznesi po fiton brenda ditës, po harxhohet aq shumë që nuk mund të ketë në kontroll. Pse? Bereqeti, Allahu fuqiplot nuk ti merr parë. Ti le parë. Ti është e heq bereqetin. Dhe ti i ke, po ke frikë. Ai fiton për çdo ditë njëri thotë, jo sot s'kemi fituar shumë, jo si do e kaloj muin, jo pagesat dhe fillon me çajt ta ban mendën se dush me i dhon fitra, me ndihmu. A di pse? Për arsye se Allahu fuqiplot kur ta heq bereqetin, ta heq atë dritën e sinqeritetit. E shef që ty ajo dinamoja që provon ndërgjegjet ka vdek. Ai alarmi që thot ndalu se s'ban, ka vdek. Ti të futet frika. Frika për punët e tua, frika për lëvizjet, frika nga kaderi i Zotit. E njerëzit të cilët besojnë në caktimin e Allahut fuqiplot, besojnë që risku është në dorën e Allahut fuqiplot. Sa ajo që është e yt, ja ki dunjoja mu çun kom, s'mund të ta marr, dhe ajo që është e atij, krejt mu çun kom, mia marr së një merr, dhe tek ti do të vere vetëm ajo që është e caktuar për ty, por ti zgjedh rrugën tënde si do të më ardh ajo. A e don me lënë riskun tënd halal dhe me dal para Zotit faqebart, apo don me bë haram? Është e ytja. Ti me durët e tua i ban sendet. Ti me durët e tua i ndërton sendet. Nuk ti ndërton askush tjetër. Dhe kur del para Allahut xhaleshan ti del me librën tënde, ashtu siç e ke shkruajt ti, me dorën tënde. Kullu bima kesebet e diku. Keçka e keni bën vet. Se u ka bë askush tjetër. Kush detyroi ty me rrejt në vak? Kush detyroi? Kush detyroi ty me mashtru klientin? Kush detyroi ty që ti i ke thonë atij se ky është malli që do e marrësh në datën e caktuar dhe ti me dërgu mall me defekte dhe me ndru kontratën dhe për interesat e tua personale me ndru edhe çmimin dhe pastaj nëse vjen dikush tjetër mundet me ta paguajt pak më shtrenjtë dhe ti mi kriju 100 trillim atij tjetri që i ke premtu për arsye se ki ka paguajt më shtrenjtë. Kjo është mungesë e besimit, gjë besim, e njerëzillokut, e vlerave, e besnikërisë, e emanetit, fjala jote. Kur ti ja thu klient,
Fjallën më të vogël, a keni filan mallin? Po, e manet. A e keni të shëndosh? Po, e manet. A do i matësh 1 kilogram nga ky artikull? Po, e manet. Bërëm 1 kilogram, e manet. A e dini çfarë ka ndodhur me një tregtar një herë? Dikush në një fshat i dërgonte gjallë, t'ly. Një tregtari që kishte një shitore me artikuj ushqimor, punë marketi, nga fshati. Ai vinte me 1 kilogram t'ly, gjallë, dhe në kompenzim të gjalpës, ai mirte artikuj që kishte nevojë për të shtëpia, oriz, sheqer, gjërat vogla. Dhe kjo ndodhte një herë në muj, ose 2 kilogram. Duke ai zgjedh artikujt në shitore, se çfarë duhet me marr, pronari i lokalit e mur gjalpën dhe e vendoi në varr. Dhe kur e pa që i ka 200-300 gram më pak. Dhe filloi me i thonë atij, ti je pa ftyrë, ti je mashtrues, ti je gënjeshtar. Si mund të tradhtosh sa kohë ti blen mall këtu dhe ke gënjy. Edhe shumë fjalë, shumë të rënda duke e bën njeriu mundi, si thonë ajo fjala e popullit, habutoket hi brenda. Por pronari i gjalpës, i t'linit, ishte shumë i sinqert, shumë musliman. Kur ai përfundoi me akuzat, me sharje shumë të rënda, tha, unë tha vakt e shtëpia, tha s'ka. Shemot, tha e kumble, tha 1 kilogram sheqer pritet ti, tha dhe me qa sheqerin tha e mati. Dhe më thonë, ti be ke rejnë, do vlajtë, jo une, ti ma ke dhonë gjallë, sheqerin nga bim, une e mati me qa që ma ke dhonë ti, une ku marrë të ty me ble 1 kilogram sheqer, dhe i kam thonë gruas time mos me prek, dhe ajo nuk e prek, dhe ma atë e matim dhe e bëjnë barabar. Kjo është ajo që të kthehet, se ti e mashtruesi. Gjithmonë ai cili shon dhe kritikon më shumë ti, ai kritikon për me gjujt topin nga ana tjetër për arsye se defekti është tek ai. Nuk mundet me zgjidh problemin një njeri që është vetë problemi. Nuk mundesh mi ia dhon drejtën me ta zgjidh një problem kur atij që ja ke dhënë drejtën me ta zgjidh problem, ai është vetë krye problemi. I dërguari i Allahut Muhamedi alayhi salatu wasalam edukonte sahabët që të jenë të ndershëm. Edukonte sahabët që të jenë të ndërgjegjshëm. Edukonte sahabët se kjo është rruga për me fitu kënaqësinë e Allahut xhaleshan. Jo me fitu lekun dhe me fut në xhep. Sa do e fitosh në një farë rrugë. Fitoj me ndershmëri dhe rritë familjen tënde me halal dhe me ndershmëri. Por mos bëj mashtrime, për arsye se çmimin e mashtrimeve, çmimin e hileve, çmimin e padrejtisë, ti do e paguash. Edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Në këtë botë do e paguash me humbjen e bereqetit dhe trishimin në familje dhe frikën dhe shumë sende tjera. Në botën tjetër do e paguash me dënim. Për arsye se krejt atyre të cilëve ju ke bërë padrejti do vinde kërkën hallkun e tyre. S'është padrejti. Ti do falësh namaz, po namazi ata fal padrejti. Ti ke shku në haxh, po haxhi ata fal padrejti. Ti ke bën umre çdo 2 muaj, ata fal padrejti. Po jo sa i zotnia do vere, do kërkoje drejtën e vet para Zotit, do thotë Zoti, ky ta ka bërë. Do ta marrin haxhin, do ta marrin namazin, do ta marrin zeqat, do ta marrin sadakon, do ta marrin Ramazan. Krejt kam ti marr. Duke pas shumë, se kam i thonë Zoti, a pishe veprat e tua të mia, po si shemo. Pse ti marrin ata të cilët ju ke bërë padrejti, se ti mundesh me punu dhe me pas të ardhura shumë ti shkon në haxh. Ti mundesh me fal saft par në xhami, se nuk ndalin se është pa bileta aty. Thjesht me abdes, hinë dhe fal, s'ka problem. Ti mundesh me dhon zeqat, ti mundesh krejt mi bë. Por nëse bën padrejti, kur gjon s'ke bë. E padrejtia më e madhe bëhet në vallë. Kur ti mashtron te vaga yte, kur ti mashtron te fjalët e tua, kur ti mundosh me fjalët e tua mi ia marr mendjen atij tjetrit i cili ndoshta nuk i ka fuqinë e fjalorit sikur ti. Po, ke pa tregtar flasin shumë, por ta ngatrojnë këtë muhabet. Nëse nuk është i sinqert. Ai flet shumë dhe mundohet me bë mallin e vet më i miri në treg. Dhe të ban ty që ti i nevojshëm për këtë, i gjalli vdek patjetër me marr dhe kur e merr përsëri të mashtron. A kurse njeriu me shumë besim është fund dyqan. Se nuk ka zonë në fund dyqanin tënd, se sikur dyqani yt ka 200 dyqana të tjerë. Pse ka ardhur ti? Respektoje. Tregon dashmëri, tregon butësi, tregon vlera,
trego se je musliman. Në kohën e tabiinëve dikush ka shit një fustan. Por personi pronari shitore si ka thonë punëtorit. Ka thonë shiqo, kur të vere dikush të me e lip kësë fustan të ban 4.000 dirhem, është e vërtet. Por ka defekte. Mos e shit. Ose nëse gull ka me e bles, ka problem, thot tregoja thot ku janë ato pikat që janë defekte. Okej. Ndërkohë vjen në shitore një qifut. Dhe ngull ka me ble qatë fustan, thot, po ama thot, ki fustan thot, po 4.000 thot i ka, thot, nuk e ka kalzu. Shitësi se ka tregu defekte. Thot, 4.000 ka dhon 4.000 dirhem, ka marrë fustanin ka hes, kur ka ardhë pronare, sa i kanë shkusyt e ka po tjeti fustan se shef aty. Thot, kush fustanin thot e murë, thot filani. Ka shkojve, a i ke tregu për jo, thot, i ka marrë 4.000 dirhem, i ka shtin gjë. E ka lip 2 javë. Atë që dhe mas 2 javë e ka gjetë me një karavan. Ka thonë, ndalo, ka thonë fustanin që e ke ble, thot, ka defekte që parë. Thot se ka disa që nuk i shifën, po i ka, unë e di që i ka. Çfarë i ka thonë ai që futi? Ka thonë, s'ka problem se edhe parat të cilët ja kom dhonë, thot, unë ati shitësi tanë, thot, janë kom fatë. Thot, pak është e mendësishme ajo, thot, fustanin, thot, ka defekte, thot, ktheje, thot, ose gjuje, s'ka problem. Thot, a ban me pyet diçka? Thot, pse e ban to kretë kjo? Thot, se muslimanët kanë frikë Zotit. Du me dal para Zotit faqebar. Nuk du me dal para Zotit me thonë, çish ke shit mall me hile, çish ke shit mall me defekte, si ke shit mall e ka mashtru klientin. Nuk du me dal në këtë fytyrë. Du me qenë në shoqërinë e pejgamberëve, njerëzve të drejtë dhe dëshmorë, du me qenë në hijen e arshit të Zotit. Po kjo është rruga. Thjesht je i sinqert, mos ban hile. Nuk ka rrugë tjetër. Nëse do të me ndalë para Zotit faqebardh, rri sinqert mos ban hile, banu i drejt. Allah i shpëlbeft, kila shumë me vend, për fund do doja t'ju pyes, cila do t'ishte ajo këshilla që do dëshironi t'ja jepni të rinjve, që dëshirojnë të jenë esnaf Qarshie, të dëshirojnë të mirën për tregti dhe model e kanë Muhamedit alayhis salam dhe rrugtimin e tyre e masin me Kur'an. Mere alarmin e ndërgjegjes dhe mos e fik asnjëherë. Mendo gjithmonë se nëse askush nuk të shef, Allahu të shef. Mendo gjithmonë se nëse dikush të ban padrejtësi, tim mos e kthem me monedhën e njëjtë. Se nuk tradhtohet ai që të ka tradhtu. Për arsye se nëse ai ka tradhtu, është cilësi e ti. Nëse ti tregosh i drejtë është cilësia jote. Jeto me vlera. Beso se caktimi i Allahut në rrezikun e Allahut për ty është kjo. Rrugën si e fiton është e drejta jote. Kjo është rreziku jot. Por do t'japësh përgjegjësi për rrugën, për rrezikun nëse e ke lënë halal ose e ke bërë haram dhe mendo me çfarë fytyre do të më dal para Zotit. Bëj i sinqert, i drejtë se suksesi është dorë në Allahut, por suksesi i jepet atij që është i sinqert, i drejtë, i butë, i ndershëm dhe nuk mashtron. Nga se mashtruesit nuk janë prej umetit Muhamedit alayhis salam. Dëshiron me dalë në shoqëri me pejgamberin sa ditën e gjykimit, po bëj i drejtë. Respektoj njerëzit. Tregoja cilësitë mallit tan. Kur të nënshkruash një kontratë biznesi, qëndroj besnik asaj që e ke nënshkruar. Kur të japsh një emanet, qëndroj besnik se është borxh. Kur ti premtojsh dikujt për një mall dhe vjen një pronar tjetër i cili mutet me paguajt më shtrejt, mos ndryshon në suazat të interesit, por qëndroj besnik asaj fjalës që e ke dhënë. Je i drejtë, i sinqert besnik, jeto me parime dhe me vlera, me qëllim të vetëm, arrit knatësinë e Allahut dhe shan çdo gjë është mirë. Allah i shpëlbeft, muhabeti me juve në Qarshi nuk soset o gjë. Qarshia, muhabeti i Qarshis nuk soset asnjëherë. Elhamdulillah, shpresojmë që të kemi rastin edhe hera tjera t'ju kemi, të përfitojmë nga këshillat e juve. Allah i shpërbleft edhe juve për ftesën, besoj që na jemi Shkupjan, na jemi këtu, na jemi Qarshis dhe do të kemi muhabete shumë me bon Qarshis, se Qarshis nuk i harxhohet muhabeti asnjëherë dhe padyshim se do të vim dhe do të konvendojmë përsëri bashkë inshallah. Me kënaqësi. Ne i falenderojmë edhe gjithë ata që kanë ndonë kohë me na shiku, me përfitu prej këshillave, me shpresë që gjithë bashku të kontribojmë që të kemi tregtar, biznismen e esnaf sa më të ndërgjegjshëm, sa më parimor dhe sa më të suksesshëm në suazat e Islamit. Këtu jemi edhe në fund, shpresojmë që të takohemi në muhabetet e radhës. Miropafshim. Selam aleikum.